terroriste. Daulat Balla ka shkelur Kushtetutën e Shqipërisë neni 30. Daulat Balla ka shkelur Konventën Evropiane e Drejtave të Njeriut pika 6.2. Është e papranueshme që ne të quhemi terrorist nga një deputet. Kjo është arsye më shumë se ne duhet të qëndrojmë më fort përpara këtij pushteti kriminal. Gjithashtu, ai ka shkelur edhe neni 120 kodit penal. Prandaj, thirrja ime është shumë e qartë. Prokuroria e përgjithshme, SPAK-u, duhet ta marrë urgjentisht në hetim për etiketimin e njerëzve të padënuar me vendim të formës prerë si terrorista. Ai ose duhet të vërtetojë se ne jemi terroristë, ose duhet të shkojë në burg. Askush, asnjë politikan, asnjë deputet, qoftë edhe ky vetë kryeministri Rama, nuk mund të pranoj, apo presidenti i cili është bërë qesharak në këtë republikë që nuk reagon për asgjë. Nuk mund askush na kategorizoj neve dhe ta etiketoj si terrorist. I bëjnë thirrje gjykatës kushtetuese të marrin në shqyrtim mandatin e deputetit Daulat Balla për shkelje të rëndë të kushtetutës. I bëjnë thirrje Komisionit Evropian, Parlamentit Evropian të marrin në shqyrtim këto deklaratë. I bëjnë thirrje atyre pak deputetëve me dignitet të marrin në shqyrtim dhe të iniciojnë në parlament heqjen e imunitetin dhe vënies përpara drejtësisë të këtij njeriu. Ne nuk jemi terroristë, ne jemi njerëz të lirë, ne duam liri, ne nuk kemi dashur punë, ju jeni të dhunshëm, ju jeni terroristë që abuzoni me taksat tona. Tërheqja sot e Edi Rama nuk është më një thirrje e bukur nga ne. Tërheqja është që kërkesë themelore që ti duhet ta plotësosh, ti duhet të distancohesh ose ta pranosh me bashkë me grupin e deputetëve se ne jemi terroristë. Terroristi vetëm në këtë vend me vendimet e tua jetë ti. Prandaj, thirrja fundit, sepse ata janë sa më shumë ti tregojmë këto paqe të madhe që kemi treguar dhe këto qëndres për kaq ditë. Këtit kryeministri i cili po bën peng një shtet të tërë. Rama pur Berisha pur. Rama pur Berisha pur. Rama pur Berisha pur. Rama pur Berisha pur. Daulat Balla i ke bërë llogarit gabime këta njerëz. Ajo deklaratë që ti ke bërë nuk do të harrohet kurrë nga ne, sepse ne kërkojmë thjesht një kushtetutë të re të votohet nga sovrani. Sot ju kërkojmë gjithë, historia që jona është me shpirtin e këtë komi, me shpirtin e këtyre njerëzve. Ju falenderoj nga zemra.